Gjykimi Slaxhan Trajkovićit e akuzuar për kryen e krimit lufte kundër popullatës civile në territorin e komunës së Vushtrrisë në pranverë të vitit 1999 vazhdoi sot para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë, duke përgjigjur pyetjeve të avokatit Trajković, tha se kjo nuk ka të bëjë fare me asnjë akt akuzë dhe se ka dëshmitar të panumër për këtë. Slaxhan Trajković u arrestua me 15 dhjetor të vitit 2022 në Mitrovicën e Jugut dhe që atëherë ndodhet në paraburgim. Deri në nëntor të viti ai ishte antar i policisë së Kosovës, për të cilën kaloi të gjitha kontrollet e sigurisë të institucioneve të Kosovës dhe ndërkombëtare. Kryetari i sapasgjedhur i komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, bëri sot betimin në seancën konstitutive së bashku me këshilltarët e zgjedhur të kuvendit lokal në sallën e madhe të qendrës kulturore. Seanca, ndryshe nga ato të mbajtura me 5 dhjetor në 4 komunat e Veriut, filloi me këndimin e himnit kombëtar shqiptar, ndërsa flamuri i Shqipërisë u vendos pranë flamurit të Kosovës. Në Mitrovicën e Jugut fitoi Peci në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke fituar më shumë vota se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri. Në seancë mori pjesë edhe kolegu i partisë së Pecit, ish kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Erden Atić. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti tha se ka pasur momente tensione në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por se partneriteti me Washingtonin mbetet i pazëvendësueshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për sigurinë dhe mbrojtjen. Ai theksoi se mosmarrëveshja me Amerikën ka qenë gjithmonë për qëndrimin ndaj Serbisë, por jo për bashkëpunimin dypalësh. Ndër të tjera, ai deklaroi se veprimet në veri ishin të ligjshme dhe se ato sollën rezultate. Duke folur për listën serbe, ai tha se ajo është një parti politike e regjistruar dhe se qeveria e Kosovës nuk mund ta shpallë atë organizatë terroriste. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, e përshkruan vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor për të mos certifikuar kandidatët e listës serbe në pjesëmarrjen e zgjedhjeve si një film zgjedhor televizjes vetëvendosje. Ai thotë se Albin Kurti pati mundësi ta shpallë listën serbe organizatë terroriste, ashtu siç shpalli rojet e urës në vitin 2023. Megjithatë, siç thot Behrami, Kurti nuk ka guxim ta bëjë këtë, kështu që vendosi të bëj filma zgjedhor, por edhe lojë e demonizimit të listës serbe ka mbaruar. Drejtori i Institutit Kiprer, Lulzim Peci, deklaroi se kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti shmang marrjen e përgjegjësisë për ngjarjet në Kosovë, megjithse siç pohon ai është mban përgjegjësinë. Askush nuk mund të thotë se është çështje e KQZ-s, sepse kjo është shmangje e përgjegjësisë, tha Peci. Ai komentoi gjithashtu diskursin politik në Kosovë rreth asaj se kush është me Serbinë dhe kush është kundër saj, duke theksuar se një retorikë e tillë nxitet nga vetëvendosja në pushtet. Duke folur për lëvizjet ekonomike parazgjedhore të kryeministit në mandatin teknik Albin Kurti, analisti politik Azdren Shala deklaroi se koncepti politik i Kurtit është komunist dhe se ai e di që sa më të varfër të jenë njerëzit, aq më lehtë është të nënshtrohen ata. Ai dëshiron një shoqëri më të barabartë se më të varfër të jenë më e mundur, sepse koncepti i tij për shoqërinë tonë është koncept komunist dhe ai dëshiron që ta prezantojë më një sistem bashkëpunues, tha Shala, dhe theksoi se kjo nuk është pasojë e ignorancës, por një qëllim i vetëdijshëm. Një ditë para protestës e planifikuar në Shkup, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se pret 20.000 pjesëmarrës në protestën në sheshin Skënderbeu. Bashkim Selmani, profesori në Fakultetin Juridik të Tetovës, beson se protesta për mbështetjen e ish udhëheqësve të UÇK-s në Shkup nuk përbën kërcënim për askënd, por tregon se demokracia funksionon. Analisti Risto Nikovski nga Shkupi nuk pajtohet me të, cili beson se ngjarja do të krijojë tensione ndëretnike dhe se nuk ka arsye për të mbajtur një protestë të tillë në Shkup.
Moti gjatë fundjavës dhe ditëve në fijim në veri të Serbisë dhe në Lugina, Rafshina dhe për gjatë lujmeve do të jetë me mjegull dhe i ftohtë, kryesisht me diell dhe më i ngrohtë në pjesët tjera të vendit, veçanërisht në zonat kodrinore dhe malore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 4, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.